Puna duket se nuk po I lodh më shqiptarët vetëm fizikisht. Presioni I vazhdueshëm, ritmi I lartë dhe pasiguria në vendin e punës, po lën gjumë gjithnjë më të forta në shëndetin emocional të punojësve. Një raport I fundit evropian për kushtet e punës tregon se një pjesë e konsiderueshme të punësuarve në Shqipëri ndihen të konsumuar emocionalisht nga angazhimi I përditshëm profesional. Sipas gjetjeve të anketimit, Shqipëria renditet mes vendeve evropiane ku lodhja emocionale në punë është më e pranishme se sa mesatarja e kontinentit. Ky fenomen është bërë më I dukshëm në rajon, ku vendet e Ballkanit raportojnë nivele të larta stresi dhe konsumimi psikologjik të punonjësit. Ndryshe nga raskapitja emocionale, lodhja fizike rezulton më pak shqetësuese për punonjësit shqiptar, krahasuar me vendet e tjera europiane. Kjo tregon se sfida më e madhe nuk lidhet domosdoshmërisht me ngarkesën fizike, por me presionin psikologjik, ankthin dhe tensionin që krijon puna e përditshme. Raporti evidenton se gratë preken më shumë nga raskapitja emocionale dhe fizike, ndërsa sektorët më të ekspozuar mbeten arsimi, shëndetësia dhe profesione teknike. Në shumë raste, puna e zgjatur në stres çon drejt simptomave të njohura si burnout, një gjendje e cila shfaqet mbas një periudhe të gjatë ngarkese dhe presioni të vazhdueshëm. Mes problemeve më të zakonshme që raportojnë punonjësit evropian janë dhimbjet muskulare, lodhja e syve, dhimbjet e kokës si dhe ankthi. Ekspertët paralajmërojnë se këto sinjale nuk duhet absolutisht të neglizhohen, pasi ndikojnë jo vetëm në produktivitetin në punë, por edhe në jetën personale dhe sociale të individëve. Anketa europiane mbi kushtet e punës po realizohet në mënyrë të rregullt dhe konsiderohet si një nga instrumentet më të rëndësishëm për të kuptuar cilësinë e jetës në punë dhe sfidat me të cilat përballen punonjësit në Europë.